Bile Allahu në vazhdim një tjetër e ka përmend, duke thonë inna sanulqi alayka qawlan thaqila, o Muhammed, ty e tash kena më tash shpall një fjalë të rëndë. Nuk o një fjalë e thjesht, roman, poezi, libër, vepër. Kurani është diçka qawlan thaqila, është rëndë, një fjalë që ka shpallet prej Allahut, ta kesh, ta mesh nga zemrës, nga të mendjes. Jo thjesht vetëm me ndëgju. Edhe është përmesh shumë fjalë e rëndë. Fjalët e Allahut janë fjalë të rënda, edhe në aspektin fizik, po edhe në aspektin e mbretshëm koncepte. Po në atë fizik, për shembull, tregon Aisha, ka pas raste duke ndet me mua, si është duke ndet, filloi koka ti që çndron të thoj tek kama ime, filloi mu maranu, aq kama, thuose me tonelat mbi kamën time është dukar. E kuptoja se është duke i zbrit fjala, shpallja. Cila shpall? Që kjo fjala rëndë. Edhe fizikisht ka qenë rëndë. Bile thëke Aisha, Rasulullah kështu, universitet me të madhe. E kuptonim se është duke i zbrit shpallja e Kuranit. Po edhe në atë aspektin e mbrendshëm, do më thonës, kuptimor dhe koncept, është shumë që rëndë. Ka bot kuptime të mëdha, ja.